Rruga Postribur e shtrenjtë Preka, një nga dy rrugët kryesore që lidhen me krahinën e Dugaxhinit me Shkodrën dhe Anasjeltas, konsiderohet son ndër segmentet më të pasigurta në qarkun e Shkodrës. Një rrugë me rëndësi etike për banorët dhe zhvillimin e zonës, por sa i përket sigurisë e lënë në mëshirë të fatit. Është rrugë e ngushtë me kthesa të forta dhe me fushpamje të kufizuar. Sinjalistika rrugore pothuajse nuk ekziston. Tabelat orientuese dhe paralajmëruese janë dëmtuar prej vitesh. Në shumë raste kanë mbetur vetëm shtylla ku diku ishin vendosur në një aks me kthesa të shumta dhe të mbreta. Mungesa e sinjalistikës nuk është thjesht neglizhencë, është rrezik i drejtë për jetën. Një tjetër problem serioz është rreziku i vazhdueshëm nga shkëputja e gurëve masiv shkëmbor nga mali, të cilët bien në tarsetën e rrugës. Kjo situatë kërcënon jo vetëm drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët, por dhe familjet që banojnë pranë saj. Raste të tilla kanë ndodhur madje duke shkaktuar dëme në banesa, por duket se asnjë mas parandaluese nuk është marrë dhe asnjë mësim nuk është nxjerrë. Kjo rrugë është qarkullueshme gjatë gjithë vitit, por fluksi rritet ndjeshëm në sezonin veror, pasi lugina piktoreske e Kirit dhe zona Dugaxhinit të heq çdo ditë qindra turistë vendas dhe të huaj. Megjithatë, në kushte aktuale aksi nuk ofron standardin minimal të sigurisë për shkak të mungesës totale të sinjalistikës dhe rrezikut konstant nga rrëshitja e gurëve. Institucionet përgjegjëse, pushteti vendor dhe struktura e policisë së Shkodrës, shtabi i emergjencave civile pranë prefekturës dhe autoriteti rrugor i Veriut kanë detyrim ligjor të bashkë ndërveprojnë veprime për të rritur sigurinë në këtë aks. Ndërhyrja në sinjalistik dhe kontrolli masiv shkëmbor nuk janë luks, por domosdoshmëri për të parandaluar ngjarje tragjike që në kushte aktuale nuk përjashtohen për asnjë moment.